Kryeministri Edi Rama ka bërë publike përgjigjen e tij zyrtare ndaj presidentit amerikan Donald Trump, lidhur me ftesën për të bërë pjesë e Bordit të Paqes, një iniciativë ndërkombëtare që synon forcimin e angazhimit global për paqen dhe sigurinë. Kreu i qeverisë bën me dije se ky angazhim do t'i përcjellet së shpejti kuvendit të Shqipërisë për miratim. Në mesazhin e tij, Rama falenderon presidentin Trump për ftesën personale dhe për përfshirjen e Shqipërisë si antare themeluese e Bordit të Paqes. Ju falenderoj sinqerisht për ftesën që më keni drejtuar personalisht për të qenë pjesë e tij, si dhe për ftesën drejtuar vendit tim, Republikës së Shqipërisë, për të shërbyer si antare themeluese në një kohë kur konfliktet dhe përçarja dominojnë shumë shpesh panoramën ndërkombëtare. Paqja duhet formësohet aktivisht e jo të pritet pasivisht, a diskutohet pafundësisht në forume politike, teksa përreth globit jetë të pafajshëm humbasin kotësisht çdo minutë. Bordi i Paqes shfaqet si mëshirimi i kësaj domosdoshmërie urgjente. Kryeministri shprehet se e konsideron një kohësisht privilegj dhe nder gatishmërinë për të kontribuar në këtë nizm, duke theksuar rëndësinë e shndrimit të vizionit në veprim. Republika e Shqipërisë ka qenë prej kohësh një aleate e palëkundur e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e lidhur nga vlera të përbashkëta, respekti ndërsjellë dhe një përkushtimi i përbashkët ndaj lirisë, demokracisë dhe sigurisë kombëtare. Në këtë frym të qëndrueshme paterniteti, dëshiroj të ritheksoj se Republika e Shqipërisë qëndron me vendosshmëri për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të gjitha përpjekjet për promovimin e paqes, sigurisë dhe angazhimit konstruktiv global. Në postimin e tij në Facebook, kryeministri shkruan se shumë shpejt ky dokument do t'i përcjellet kuvendit të Shqipërisë për miratim, dhe nga ana tjetër kreu i grupit Partisë Socialiste Tavulant Balla nuk ka humbur kohë dhe ka lajmëruar deputetët socialistë përmes një mesazhi se shumë shpejt dokumenti i cili do të miratohet në qeveri do të ratifikohet në parlament me procedurë të përshpejtuar. Balla la të hapur mundësinë për një seancë të jashtëzakonshme për miratimin e këtij dokumenti, por pa dhënë një datë konkrete në mesazhin e tij.